Heidi Lamar, një nga figurat më të jashtëzakonshme të shekullit të 20, është një shembull i rrallë ku bukuria dhe inteligjenca bashkëtojnë në mënyrë të përsosur, e njohur si një nga gratë më të bukura të epokës së art të Hollywoodit. Ai është gjithashtu një shpikëse brillante që kontribuoi në zhvillimin e teknologjive të rëndësishme moderne. E lindur në Vjenë më 1914 me emrin Hedwig Eva Maria Kistler, Heidi Lamar u bë e famshme për rolin e saj në filmin Ekstaz, ku u shfaq në Udo, i pari në historinë e kinemas, pas një martese të detyruar me industrialistin e armëve Fritz Mandl, nga i cili mësoi shumë mbi teknologjinë ushtarake naziste. Heidi u aratis në SBA gjatë udhëtimit firmos një kontrapt me gigantin MGM dhe u bë menjëherë një yll i padiskutueshëm i Hollywoodit. Gjatë luftës së dytë botërore në bashkëpunim me kompozitorin George Antheil, Heidi shpikoi një sistem komunikimi me frekuencë që shmangte interferencat, teknologji që u përdorë më vonë në zhvillimin e Wi-Fi-t, Bluetooth-it dhe GPS-it. Ajo punoi gjithashtu për përmirësimin e dizajnit të avionëve dhe bashkëpunoi me Howard Hughes për zhvillime teknologjike. Heidi shpesh shmangte festat e mëdha për të punuar në shpiken e saj në shtëpi. Në ndër të kontributit të saj, Austria e shpalli nëndorin si dita e shpikësit. Lamar është prova e gjallë se bukuria dhe inteligjenca mund të bashkëjetojnë, një grua që la gjurmë të pashlyer në art dhe në shkencë njëkohësisht.